vërteta është, mirë, e vërteta është se folet para kohë. Këtu do jemi me trenin bulgar para jush. Unë jam urdhoni, pyetje para kohë, po bravo, para kohë, po. Radhën tjetër, apo një radhë pasaj, këtu do paraqes aktin kriminal të trenit bulgar me të gjithë shëmtin e tij. Prit, një. Për sa u përket fletëve, asgjë nuk qëndron nga ato që thot KQZ-ja. Të gjitha janë falsifikime. Fletët mungojnë dhe për këte ka kaq shumë dokumenta. Ku janë fletët? A e more vesh ty, u hapen 4 kuti në Vlorë. A e dini ju se u gjetën 450 e sa fletë tepër? U gjetën 4 kuti, 450 fletë. Kutia e tërë, u gjetë kutia e tërë. Ne do bëjmë autopsin e kësaj farse me durim para qytetarëve, para jush dhe komunitetit ndërkombëtar. Prandaj, mos keni parasysh një gjë, se jemi në një kohë kur propaganda përdoret për të varrosur dhe mashtruar me çdo kusht për të mbuluar me mashtrime farsën që ka ndodhur. Pa sukses. Pa asnjë, ai dëgjon ti. Ç'na doli ky thot me këtë narkoshtetin? Ai keni dëgjuar këtë ditë? Po narkoshtetin, prit jo se u kuptoj se do të po narkoshtetin organet më të mëdha të botës me Financial Times, që gazeta kryesore e Europës, me Bild, Der Spiegel, me televizionet më të mëdha, në të 4 ante kanë anunquar, kurse këtu bëjnë si ku është ky, se e thotë, ke paç hipokrit që janë më të apo jo. Prandaj, kujdes me këta. Kujdes me këta, se këta nuk kanë nder. Se të shtrosh sot problemin se ku është narkoshteti, je ushtari pojës. Kur e din që poja kontrollon Durrësin dhe ka 3 vite. 3 vite që nuk kapet 1 kilogram kokainë në Durrës. Dhe që kur erdhi mandat arresti, Altin Troplini njoftoi Elvis Doçin dhe Troplin dhe Iken Jambathën. Pra, janë gjëra, këta ka një përpjekje të tezshme, po ama kësaj here po u ngjes në fyt. E vutre ju dalë dhe fundit të Altin Troplinit me Finlandezin, i shkau goja gënjeshtarit Alfred Shehu, gënjeshtarit publik me dam, të thotë vërtetën. Dhe ky në hyn me njerë, sepse i rëzoi variantin që kishte mashtruar për Troplinin. Ky ishte rast me finlandezët. Keni konstatuar ju që nuk ka asnjë operacion në Shqipëri për kokainën, po nuk erdhen prokuror ndërkombëtar. Shqipëria është fri, është toka e kokainës. Këtu policia, prokuroria, qeveria janë të gjitha të zhytur në plurë të bardhë me xhepa, me hullën, me të gjitha. Dhe duhet vinë nga Finlanda, duhet vinë nga Italia, duhet vinë nga Gjermania, për të kapur trafikantët. Se ndryshe këta që marrin rroga, 7.000 euro në muaj. Po nuk u duken gjë, i kanë për kafe ato.
nuk kapi një. Dhe më e keqja, pa diskutim, që ka policë të ndeshëm, pa diskutim që ka gjykas dhe prokuror të ndeshëm, po këta i dekurajojnë, i shkurajojnë në çfarë mund të thuash ti BKH-s? Kur shefi mban në xhep ure dhe arrestin gjerë ajo është larguar. Dhe pastaj ta akuzosh atë të BKH-s se ti e nxore, ti se nxore. Pra, nuk kisha për ju kjo, e kisha për ata që shtrojnë pyetjen, po ku është ky narkoshteti se nuk e shohim kund?